Nëse letrën do e palosim 42 herë, trasia e saj do bëhet më e madhe se trasia Tokhan. Neve na duket e pamundur, sepse ne mendojmë në formë lineare, por natyra funksionon në formë eksponenciale. Në palosjet e para, ne duket sikur trasia nuk është e ndryshon. Por, mas 10 palosjes, trasia fillon edhe rritet ndjeshëm dhe shkon më e madhe sa trasia e ekuilibrit, rreth 10 cm. Pas çdo palosje që bëhet më shumë, letra dyfishohet, trasia dyfishohet dhe normalisht arrin shumë shpejt masi shumë mëdha. Dhe kështu që në palosjen e 20 kjo arrin trasitë e metrave dhe 10 metrave. Dhe pas çdo 5-7 palosjeve kalojmë nga metrat, kalojmë në kilometra, në 10 kilometra, 100 kilometra, 1000 kilometra, derisa arrim tek një trasi sa distanca Tokhan. Megjithëse ne themi që letrën e palosim 30, 40, 50 herë sa duam, për një letër me gjatësi dhe gjerësi të caktuar, ka një numër kufi palosjes. Sepse pas çdo palosje ne harxojmë letër në zonën ku ajo paloset. Krijohet një hark i cili rritet gjithmonë më shumë eksponencialisht, ndërkohë që ne shtojmë numrin e palosjeve. Që të ishte e mundur të palosej letra 42 herë, duhet që ajo të kishte dimensionin fillestare prej 1.5 milion kilometrash, domethënë për masat e diellit pak a shumë. Dhe nëse ne do kishim letra 4 dhe ta palosim 42 herë, dimensionet përfundimtare të letrës në gjatësi dhe gjerësi do të ishin sa dimensionet e virusit të gripit apo të Covidit.